Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, të gjitha lavdët dhe falënderimet takojnë Zotit, mirësi dhe bekimet e tij qofshin profetit sallallahu alaihi wasallam. Babu l-ifadati min Arafatin ila Muzdalifa واستحباب الصلاة صلاتي المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في هذه الليلة. Lëvizja nga Arafati drejt Muzdalifes. Dhe preferohet që të falet namazi i akşamit dhe yatsis së bashku në Muzdalife vetëm në këtë natë. Pra siç bashkohet dreka me ikindin në Arafat, që njerëzit angazhohen me dua, me lutje, me dhikr, qetësohen, e njëjta gjë pëlqehet dhe është e preferueshme dhe sunet që të bashkohet akşami me yatsin në Muzdalife. Muzdalifeja është menjëherë mbas Arafatit. Pra dalin njerëzit nga Arafati, ecin disa kilometra, pastaj fillon Muzdalifeja. Po pse i bashkojnë namazet Muzdalife? Dakor, në Arafat i bashkojnë se do të merren me dua, me lutje etj etj. Po në Muzdalife e njëjta gjë, në Muzdalife i bashkojnë që të qetësohen në mënyrë që të nesërmen mas namazit sabahut të angazhohen me dua dhe me lutje. Që të angazhohen mas sabahut deri në lindjen e diellit. Sepse lëvizja nga Muzdalifeja, sipas sunetit, bëhet mas lindjes diellit. Përse lëvizja nga Minaja bëhet para lindjes diellit. E kundërta që ka bazbërë njerëzit e Xhairijetit. Njerëzit e Xhairijetit nuk lëvizin nga Minaja për Arafat vetëm se mas lindjes diellit. Islami tha para lindjes diellit. Dhe njerëzit lëvizin nga Muzdalifeja drejt Minas para lindjes diellit, Islami tha mbas lindjes diellit. Atëherë që njerëzit angazhohen me dua mas namazit sabahut deri mas lindjes diellit, preferohet që natën në Muzdalifes të bashkojnë akşamin me yatsin, falin vitrin dhe të qetësohen deri në mëngjes, falin sabahun pastaj dhe të nisen drejt Minas. Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu tregon, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam lëvizi nga Arafati derisa erdhi afër Muzdalifes. Por pa mbërritur aty, i tha dikush, namazi, o i dërguari Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, salatu amame. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kemi para. Pas është momenti tani. Derisa arritin në Muzdalife. Kur erdhi në Muzdalife, mori abdes shumë perfekt. Pastaj u thirr ikameti dhe fali akşamin. Pastaj çdo njeri la devet në vendin, në vet zum vendin nëpërmjet deveve, pra u shpërndan sipas deveve. Pastaj u thirr ikameti. Dhe u fal namazi i yatsis, dhe nuk falin mes akşamit dhe yatsis sunete. Pra siç ndodh në akşamin e zakonshëm. E pyetën Usamën radhiyallahu ta'ala anhu si e bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxhin e lamtumirës. Tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ecte shpejt. Nëse gjente boshllik, futej dhe kalonte. Gjithashtu Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu tregon, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka bashkuar në haxhin e lamtumirës mes akşamit dhe yatsis në Muzdalife. Ka bashkuar mes akşamit dhe yatsis në Muzdalife. Gjithashtu Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu tregon se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkonte akşamin dhe yatsin. Pra në një situatë të tillë të ngjashme. Ka faktikisht një tip debati, po tip diskutimi, a falet vitri atë natë apo jo? Mes dy mendimeve, një mendim që thot bjerë gjumë direkt, ose ha diçka dhe që thot dhe bjerë gjumë, dhe mendimi tjetër që thot jo, a fal vitrin. Argumenti është i njëjti hadith. Hadithi që thot dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam masi e fali yatsin nuk e bëri dhikrin.
Nuk e bëri dhikrin me kuptimin se fali vitrin, apo me kuptimin se bëri dhikrin po fali vitrin. Pra tip diskutimi mes ulemarëve dhe në librat e fikut rrihet si gjë e gjës, cila është e natë e vitit që s'falet vitri, cila është e natë e vitit që nuk falet vitri, pra kanë për qëllim natën e Muzdelifes. Po nëse e fal, s'ka problem. Sepse hadithi thash thotë, dhe zbëri asgjë pas saj. Dhe zbëri asgjë pas kujt, pas jacis. Pra një zbëri asgjë në kuptimin e namazit të natës, apo zbëri asgjë as vitrin. Një pjesë e mirë e dietarëve thonë, nuk bëri asgjë, domethënë namazin e zakonshëm të natës, po ka fal vetëm vitrin. Dhe dikush thotë zbëri asgjë, domethënë hiç. Ka fal jacin është qetësu. Dy interpretime. Nëse e fal vitrin, je më mrena kur i thonë, por nëse nuk e fal, prap ka interpretim për këtë punë. Dhe Allahu e din më së miri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa